Bllokimi i lëvizjes së automjeteve të transportit në drejtim të Juglindjes dhe drejt doganës së Qafthanës është një kosto e shtuar për eksportuesit e perimeve nga Lushnja dhe Divjaka drejt Maqedonisë së Veriut. Eksportuesit shumicën e prodhimit e çojnë në vendet e Komunitetit Evropian dhe në këto kushte janë të detyruar të lëvizin nga Shqipëria në Kosovë dhe më pas në Maqedoninë e Veriut e më pas drejt destinacioneve përfundimtare. Eksportuesit janë të detyruar jo vetëm të vijojnë që të nisin prodhimin e kontraktuar, por edhe të marrin prodhimin e fermerëve duke pranuar kostot shtesë në transport. Sipas eksportuesve, kjo situatë sjell kosto shtesë në transport, por janë të detyruar nga ana tjetër kërkojnë të qëndrojnë korrekt me fermerët për mos u lënë prodhimet në parcela. Po na penalizon çdo ditë edhe më tepër ajo rrugë nga Qafthana, sepse ne po gjejmë destinacion tjetër që po vazhdojmë nga Kosova, që mos pengojmë punën si të fermerëve, po ashtu edhe tonën. Po kosto shtohet edhe më tepër, por ne do vazhdojmë punën siç kemi bërë, sepse edhe fermerët mos i pengojnë, po edhe punën tonë ta vazhdojmë. Atëherë, përshëndetje. Bllokimi i rrugës normalisht që ka sjell pasojë edhe për ne si eksportues. Kjo për ne është një kosto shtesë, pasi kamionat nga Maqedonia për bllokimin e rrugës tani do të detyrohen që të kalojnë nga Kosova, që të vinë në Shqipëri. Radha e parë e punës është koha që shkakton vonesat. E dyta janë kostot e rritjes së transportit. Në këto kushte që ne ndodhemi, prapë ne jemi detyruar që t'i pranojmë këto kosta, sepse jemi këtu jo vetëm për vete, po jemi që të ndihmojmë edhe fermerët që malli i tyre mos të ngelin nëpër sera apo që të shitet çdo gjë. Për momentin unë kam produkt, jam duke punuar, po i kam porosit, po thjesht më vëndon bllokimi i rrugës më shtyn vonesën me një ditë. Porosia nga dita tjetër shkon gjithmonë një ditë me vonesë. Sepse unë marr programin, kam programin, fermerët vazhdojnë sjellin produktin, prapë për ne është kosto sepse mirëmbajtjen në magazin janë frigoriferat që janë kosto tjetër shtesë. Pjesa më e madhe e pikave të grumbullimit, kryesisht ato me kapacitete të vogla këto ditë, duke mos gjetur alternativa transporti në linjat e zakonshme, ka ndërprerë grumbullimin e prodhimeve.